Duhet pranuar se kjo ftesë është një vlerësim i lartë për rolin e ri që Shqipëria ka marrë ndër vite në çështjet e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin ton, po sigurisht edhe në gjirin e organizatave ndërkombëtare. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për leadershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i bordit paqes. Fatkeqësisht, edhe për një ngjarje me një peshë të tillë krejt të veçantë për Shqipërinë e vogël, ky lajm i mirë për emrin e Shqipërisë e të shqiptarit në botë është pasuar nga një lumë marrëzish të derdhura në Mexhlisin e Informimit Publik. Ndërkohë që Shqipëria ftohet si bashkëndërtuese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar, i cili synon ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe funksionale në botë, duke nisur me një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më të ndjeshme të sigurisë globale, siç është e ardhmja e rripit gazës, opinioni publik shqiptar sulmohet nga brenda me gjithfar fantazish të kundërshtarëve të kësaj qeverie. Pikërisht në një moment me simbolike peshë të veçantë, ku Shqipëria thirret si bashkëthemeluese e një qendre diskutimesh e vendimarrjesh me impakt global, jo në Honolulu, po në Shtëpinë e Bardhë, periferia e skenës son politike përndizet a thua se Shqipëria u përjashtua me turp dhe jo u ftua me nder të posaçëm. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për të kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë plas marazi e marrin dhën lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguë kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri, në këmbim të prezencës son në bord. Tamam kur kjo ftesë e drejt për drejt e presidentit Trump për kryeministrin e Shqipërisë për t'u bashkuar bordit paqes si bashkëthemelues, konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë pasqyrat mediatike mbushen me shëmbulltyrat e dëshpërimit a thua se në bordin e paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve, kudo janë, në çdo truall ku jetojnë ata që flamur mbi të gjithë flamujt kanë atë të Skënderbeut e të Ismail Qemalit. Të gjithë ata që pas një përgjegjshmëri publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndërshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht.